Në një galeri filmash, aktori Pandi Raidhi ka veshur shpeshherë petkun e një personazhi me sobur, që përmes lojës hokatare ka bërë për vete publikun për disa gjenerata. Prej debutimit të tij kinematografik në filmin e parë shqiptar, Tana, e deri në shfaqjen e tij të fundit në realizimin Njerëz në rrym, Raidhi, i cili u shua më 18 korrik 1999, numëron mbi 200 role në dramë, në komedi dhe në opereta. Luftrat bashkojnë po aq sa përçajnë, ndonse paradoksale, kjo është një e vërtet, të cilës nuk i kanë bërë bisht as artistët. Ashtu sikurse shumë figura të njohura të artit shqiptar, Raidhi mori pjesë në luftën nacionale çlirimtare në radhët e rinisë antifashiste. Karriera e tij zuri filmi interpretimi në dramën Dasma Korçare në skenën e teatrit kombëtar, të njohur aso kohë si teatr popullor. Në vitin 1950 ishte pjesë e kastës së teatrit Çajupi të Korçës. Në mesin e një tërësie karakteresh, Raidhi interpretoi me mjeshtri në disa prej filmave më ikonik të kinematografisë shqiptare, sikurse ishin Yjet e netëve të gjata, Përballimi, Krevati i Perandorit, Zonja nga qyteti dhe Beni ecën vet. Për meritat e tij artistike, Raidhi u nderua me titullin e lartë Artisti i Popullit.